Arimi në brëma të gjithve, ora në këto momente është 10:32 minuta erdhëm në këtë P2, zonja zotërinj, pjesë të dytë të emisionit, Zonë e Lirë, ku ju mund ta gjeni, po, ky është episodi 1045, mund ta shihni këtë emision live në YouTube, te kjo faqe ju shfaqet në ekran. E keni gjatë gjithë kohës mbrapa, kur të doni ju nesër, pas nesër, gjatë gjithë kohës. Ndërkohë, vazhdoni dërgoni pyetjet e kjo kutia këtu, është një kuti magjike, thjesht një QR kod në fakt. Ku ju mund të lini pyetjet tuaja dhe unë do lexoj siç bëra deri tani. Vazhdon për shkak me pyetje Elsid Lika, zoti Çani, pse nuk ngrihen në proces qytetarët e Imaras të bllokojnë votimin në Këshillin Bashkiak? Do ngrihen, por deri tani e kanë bllokuar Këshilli Bashkiak. Dinos Shtata, Çanit lutem, pak Papaxhiun, po le jo, bë gati pak Papaxhiun, sepse kjo puna e kësaj duket të paktën kjo e Imara Invest SBK duket se është punë Papaxhiu. Për shembull, më vjen një mesazh ku më thot ky projekt, thot Imara SBK, është si puna e atij Papaxhiut, shumë hirni, shumë do mirni. E ke parasysh atë, ke parë? Po. Hasat e në fund fare të hasat e madam. Faites voje, madame et monsieur. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε, μαδάμ. Μάζευε Θανάση. Marin, hasat e madam. Shumë hidhi, shumë do merrni. E pastaj hodhi ajo, humbët zonjë. Në fund fare pastaj. Se ato kërkojnë deri në maç, po deri në maç nuk është në asnjë letër atje. Është i fare del ai miku jot që korrupsioni është i mirë. Nuk është i mirë vetëm kur nuk je unë pjesë. Vetëm kur nuk jam unë, ajo. Flasim Samsoni, flasim tani? Po. Le di na duhet Samsoni se edhe ai është gjigant. Ai është më aktual se kur, Marin? Ajo është. Ai është qetësues në këto. Ne jemi të jemi të parë që kemi hedhur Samsonin që kur do vini marr ai. Ku do vi? Samsoni do vini marr. Po do vi deri në marr. Ai duhet të jetë simboli i Imara Invest pra. Ai duhet të jetë mesazhi i marketingut i Imara Invest. Po ku merr vesh? Ai është gjithë Shqipërisë. Këtë kishte marr. Ai është gjithë Shqipërisë. Mjelci po, ky mjelci është interesant, po që hajde do flasim. Plasë një çik Samsoni se na mori malli, se e shohim vetëm në fund Samson. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Po e bukur është kur i thoni yes ata. Yes, do të jam dakord me ty pra. Dakord janë gjithë kohën se kanë dalë ata. Ky Samsoni dëgjoj. Ky është un jam me fat që e gjeta këtë njerëz, ë? E bukur shumë. Ata janë me fat që kanë gjetur popujt të tillë, që tutnin kokën. Çfarë perle, është militant i përpara. Dini që është në Arati tani. Po. Se po e ndjekin njerëzit e Epsteinit, se e kanë Epsteinit ky, më është nga Kenya. Marin. Edhe po e ndjekin këta tani. Jo njerëz të Epsteinit, po njerëzit që janë në qeveri që nuk duan që ky të krijojë probleme. E kupton ti, po e ndjekin dhe është në Arati shkretin për xhungël. Na tha menaxheri vet se jemi duke u lidhur me menaxherin, e ka gjerman menaxheri, që ta marrim këtu në Shqipëri, pra ta marrim ta mbajmë ca kohë, kupton? Ti jetë pjesë e emisionit. Ai ka rënë dakord se e kishim live në emision. Tani problemi është që ka këto probleme që është në po e ndjekin. Se atje janë serioz, të ndjekin, nuk është si këtu që ti thua dua dhe s'ka smon njeri, kupton? Jo, këtu po erdhi dhe po e kërkojnë ata, po ta kërkojnë të duhurit për 20.000 euro ta çojnë ke në Vjos, edhe nuk e njeh më njëri. Pra punë po. Aty po dhe gjuhët i tigrash, ë? Florence Milano Marin, sa kohë shkuan Mark Twain thoshte që nëse vota do ishte aq e rëndësishme për ndryshim, atëherë s'do na lini të votonim. Atëherë si mund të nderohet një diktator i tillë si Ramsi? Pyetëm Marini me këtë plan djallëzor Imara Invest SBK, sa mundësia që mund të vënë tran hyrjet e Imaras të vënë pagesë, se do pëlqente kjo pra. Do ishim rehat se nuk do të vinë gjithë. Duket çudi që po ngeli keq shoqëria edhe rrjetin e rrugëve Imara Invest ta japi me koncesion. Dgjoj, me këtë tranatun janë dakord vëlla. Mirë do bëjmë, nuk ka. Sepse vjen një moment në kusht që atje bëhet nami sokol. Ka ai shumë njerëz, ai shumë popull. Se kanë eksperiencë dhe janë blegtor, për shembull, kanë dhe eksperiencë i vjet Trau dhe Gardi, kështu që mund ta vënë shumë kollaj. Do ishim rehat me Trau plak. Me Trau po, pa diskutim që po. Italianët thonë fata la legge, vazhdoj të lexoj QR kodin, fata ti di italisht mirë Marin, fata la legge, trovato l'ingano. Pse u bë ligji, u gjet dhe mashtrimi. Po tamam. Jo, këtu është tipë ligje unë gjeshtigje. Po, çu përkthehet, po. Pse nuk del një avrinës? Nuk thuhen publik këtë gjëra. Dakor. Dohani Dynjan, bëuni gati, dhe ja u rjepi lëkurë Ramsi. A pe çaj bëri aty të Durrës? Po le më është Durrës më burr, ju nuk e dini sa, e di sa akmaras është Ramsi më burr.
Unë e di. Ta kam thënë që në 9, e mba më 96-ën që e goditën këtu. Që e goditën me levë këtu. Natën, Disi, ma ka thonë Nikola. Po e diti që ati ai nuk e haron ato, vlla. Mirë. Edhe akoma s'te kam marrë hakun për atë, kujdes. Ju nuk e dini me keni të bëni Marin. Ju kujtoni se jemi Jo, një vend. ne jemi të qartë, e dim edhe bile po Jo. bojnë pasojat se e kundështuam. Në rregull, jo, Se po. ne si pak njerëz e mundëm. Unë po them, Bëm gabim që e mundëm. po pra. Kështu rezulton. Po ne jemi të bindur që kemi bërë mirë. Pyete pak Marinin, thot, ore Marin, një sekondë valla, se të fluaj me Sokolin. Ledion, zile pap të fabulën e Marinit pak, valla, disa minuta që mos ngeret shubosh. Ore Marin, vjen një pyetje, thot, kjo i marra SHPK, thot, do ketë mundësinë të marrë në pronësi parkimin e nënveshëm që do ndërtohet te stadiumi i vjetër, thot. A ishi i pari. Prit, po stadiumi i ri, do ketë mundësi të i marrë në pronësi dhe të interesojnë në vazhdim tek miq të interesuar, po plazhet, do ketë mundësi të i interesojnë në favor të klientëve miq. Po plazhet i ka marrë në administrim vetë kryeministri, Këshilli i Ministrave. Okej. Të vetmen mundësi që i ka lënë, pavarësisht se Tavo këtu në letra thotë që unë do t'i administroj plazhet, do me thënë do t'i marri një kompetencë Ramës, po kompetencën e administrimit të plazheve e ka qeveria dhe Agjencia e Bregdetit ka vitet. Ore Marin, prishi fushën, vajti prishi fushën, morti. Fushën, Unë atje barapoja në verë, mërë. Fusha u prish. Fushën e Imarës, e qytetit. Sa the, qa Fusha fushë u do prish edhe askush nuk mundije. Po e kaloj atë. Ishte e vetmja hapësirë që kishin fëmijët për të lozur, si dhe kam- ata pak fëmijë që kanë ngelur dhe nuk... I vetëmi stadium që ishte në Imarë e prishi. I vetëmi Po stadium, si ka mundësi, morti? sepse do bëhet një parkimi në ndeshëm me një kull, edhe do bëj një fushë të vogël mini Calceto, që dhe atë me shumë gjasa do duan të administroj Imara Invest që të mbledhin dhe lekët e asaj. Po kulla sa kate do jetë? Po nuk dihet sa kate vetëm kur të përfundoj, sepse këtu është një vend që ka humbur check and balance, nuk ka kush të kontrolloj më. Dhe vetë nuk dihet as kush do e bëj kullën atje. Kush do e bëj Kujtja do ka dali thënë. për pak kohë se do vi të ndërtoj, po sigurisht që Ndonjë klienti. është një nga qeta e rilindjes. Nga një klienti. Njëherë quhet Olta Gjaçka me buri, Në fakt, kur e mendon, një gjë tjetër. kur e mendon është trishtimi madh në fakt kur e mendon, sepse në qytet në Imar, për gjithë ju që keni qenë, domethënë, jam i bindur që keni kaluar, është, po themi sa, 100 metra, 150 metra nga qendra e Imarës apo jo Marin, fusha lart. Po, aq. Të gjithë keni kaluar, atje është tek një kodër, s'duket kur je poshtë tek pedonale në Imar nuk duket fusha, sepse është, se thuash, mbrapa atyre shtëpive dhe pemëve që është atje. E vetmja fush ku mund të bëjë një aktivitet. Përveç Karamajve, mund të kishte vërtet aktivitete më dhe gjatë verës. Absolutisht ishte një fushë. Ose gol, ke qenë ndonjëherë te fusha në Imar? Po kam qenë, po... Dëgjoj, si mund të prishet ajo më burë? E vetmja gjë që kishte më burë. Jo, bile E premtim. prishin për pallato plak, dhe Nga atje. premtimet e para të zotit Tavo, kur kandidoj për të vjedhur bashkinë e Imarës, ishte që unë do ringrej skuadrën e futbollit të Imarës, do rregullojnë fushën dhe do ta çojmë në kategoritë si ky. Në një moment ju mund të bidhen, po në këtë lloj forme, a mori tani jetimore në Rama. Kjo është vjedhje me letra të shkruara janë dhe e kalojnë nëpërmjet organeve Jetimoren- shqiptare, kjo është e tmerrshme. Zybera Lullën më ka Se qenë është aty. tjetër vjedhja, është tjetër vjedhja Po nuk ka ndodhur ajo, nuk e Po nuk ka ndodhur, se As ka ndodhur akoma. mirë. trëmbën dhe pati reakcion. Ja një sekond shojmë Marin që do thot Koli. Marini po del që ta ndaloj. Jetimoren thua ti. Jetimore më Zybera Lullën e mori. Ku bie? Thuaj çik lagjet tamam në Tiranë. Po për ambasadës amerikane këtu. Bravo, mundi- te rruga e Elbasanit. Zonë që të bëj dhe i kull aty përballë. Se do prishet ajo, do prishet. Po, Zybera Lulli Do iku. bëhet jetimore 20 kaçe dhe fëmijët e jetimores do rinë në katin -7. Po më e bukura është kjo që gjeje kush ishte njeriu që e hartoi dhe fitoi një firmë meksikane. Ajo e bëri arkitekturën. Po, Meksikane. meksikane. Të do jetë pullë e madhe dhe atje. 20 kate më? 20 është pak, por si 20? Nuk e di. Si janë më pulla këto me 20, tani është 50 e sipër. Nuk e di se sa, po jo 50, se aty pastaj i bie të vinë marinsat edhe të ruajnë vetëm ambasadën, se vjen në njoni, del nga kulla lartë edhe unë se di si do i ruhet. Mirja Bono, kur e mendon Mirja Bono. Nuk e di këtë në... Dhe këta pula që ka këtu, aq Mirja Bon, morti. Aq Mirja Bon që Në Shqipëri kam ka përshtypjen që trebu të gjithë gjenë një mundësi si Shumë të mirë. shpëtojnë në mënyrën e tyre. Unë në fakt ndrova temën në emisionin tuaj, se Plase fabulun e Sokolit, Ledion. Marini si interesuar dhe i shqetësuar për çështje që ndodhi në Bashkinë e Imarës, është interesuar të dëgjojë këtë, sepse
ka lidhje, vazhdon fabula e bashkive me Sokolin, do mundohemi të kuptojmë tani në disa minuta, se sa janë kryebashkiakët, e kam të qartë, e kam të saktë 16 kryebashkiak me dosjen e SPAK deri tani, ca të dënuar, ca në jetim, apo janë më shumë? Janë 21 janë gjithsej, 16 janë në detyrë, 5 janë ish. A, janë 21 total. 21 në total. Atëre ta ndrojmë atë shifrën që se mundemi? Në total jetimet janë për 41 bashki, pra duke përfshirë jetimet të cilat... është bilans lufte ky, ky është bilans lufte. Dhe bashkitë e tjera të cilat nuk kanë qenë kur pjesë e hetimit, duket se kanë përfituar nga ndonjë hetim, mos hetimi i KLSH-s, ndonjë histori tjetër, mos kallëzim, por janë bashki të gjitha të vogla. E vetmja bashki e madhe që nuk është hetuar ndonjëherë nga SPAK, çuditërisht është bashkia e Beratit. Po e quajtëm bashkinë e Beratit të madhe. Të gjitha të tjerat pastaj janë në hetim të plot. Shumë bashki të vogla, me 7-8.000 banor kanë përshtypjen, kryesisht këto në jug të vendit nuk kanë qenë pjesë kurrë e hetimeve. Çudia e madhe është me bashkinë e Maliqit, ku një njeri ka 30 vjet kryetar bashkie, nuk ka qenë kurrë. Duket që ai është mjeshtër, nuk hetohet kurrë. 30 vjet kryetar bashkie, mos bësh një gabim, ai qoftë, por inshallah ky është mandati i fundit, ai do ikë se s'ka çfarë bën po. Për këtë thua? Një kryetar bashkie në Maliq. Po i pa hetuar as. Edhe bashkia e Maliqit. Të gjithë bashkitë e tjera të mëdha, pastaj janë të gjithë kryetarët e bashkive aktual, të bashkive që drejtojnë bashkitë e mëdha, janë në hetime, disa prej tyre janë në prag dënimi. Sot doli edhe një për kryetaren e bashkisë Roskovecit. Në fakt, po prisja që dënimi të ishte me burg, nuk u dha me burg, sërish u dha me kusht. 1 vit e gjysmë burg ishtë ndruar në 1 vit me kusht. Kjo do t'ishte arresti, ose burgosja për herë të pare një gruaje politikane në Shqipëri, po duket që ja hodhi ajo zonja. Edhe kësaj radhe, mori një dënim të vogël. Cila ishte kjo? Kujt ishte? Roskovecit. Është kjo, Majlinda Burg. Roskoveci bie midis Fierit dhe? Midis Fierit dhe Beratit. Duket si një bashki e vogël, por në fakt është një bashki e madhe. Ka shumë fonde dhe e di pse? Cila është harta? Më thuan që harta e kryebashkiakëve që janë në Burg fatikisht. Përveç Erion Velias Tiranë. Jo, asnjë tjetër. Vetëm Erion Velia është. Dhe është e çuditshme në fakt, që vetëm ai është. Është e çuditshme. Rast nuk i ngjan në Burg? Po, janë 21 të tjerë dhe të gjithë dënohen me kusht. Rregull, pra, dakord, po varet se për çfarë vepra janë. Të njëjtat vepra janë, shpërdorim të tyre. Me karinato të revelit. Ky ka dhe evazion fiskal, prandaj atë ka sa u fut. Atë do thosha. I fundit fare cili ishte Rogozhinës? Jo Rogozhinës, ky është i dyti, jo i fundit. Po këta të 16 janë të gjithë të pushtetit, janë të majtë. Pushtetit, po. Nuk kanë asnjë djathtas. S'ka djathtas. Se në fakt djathtas vetëm 4-5 bashki kanë. Kanë 4-5, nuk kanë në... Qartë. Se nuk kanë në një lek ata. Ky i me Maliajt, më duket se ai ka qenë i PD-s. Ai me Maliajt që u mor ish kryetari. Çfarë po ndodh? Si e shikon ti të gjithën këtë Koli? Kjo ka 2 mënyra. Ç'është gjithë ky fluksi i madh hetimesh në... Të gjithë këta që po hetohen dhe do dënohen me kusht dalin nga politika. Mirë, po këta janë nga ata njerëz që kanë mbajtur pushtetin deri tani. I kanë dhënë shumë vota këtij pushteti. Është vërtet kjo gjë? Po. Nuk janë no-name ato aty janë. Jo, brenda strukturave janë njerëz që kanë peshë. Ja, kanë peshë politike. Edhe financiare. Po. Dhe nga ana tjetër, një gur dhe 2 zoq. SPAK-u nuk i fut në burg, GKK-ja i dënon me kusht, Rama çlirohet nga këta dhe presioni këtyre për të qenë në parlament, se kur mbarojnë nga 2-3 mandate, sepse për shkak të ligjit të dekriminalizimit këta nuk mund të futen më në politikë, nuk mund të jenë kryetar bashkish, nuk mund të jenë deputet. Po që të gjithë këta, të fundit dhe kryesorët që janë në hetim, absolutisht që është Benet Beci i Shkodrës, që është në prag të gjykimit, është Pierini në Lezhë, është... A është ky Pierini në Lezhë? Po, ka qenë është... Sa u bë ish kryetari bashkisë të Pelenës, që ishte e pam gjithë atje në atë shohun, kishte thyer edhe balestrat atë ditë që po futej në ky Tërmet Peçi. A ish? Po, është dhe ai në subjekt hetimi. Janë pothuajse të gjithë në çuditërisht. Të gjithë nga sa, pra, se janë 60 bashki. Gjithë bashkitë e mëdha njërë. Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës. Po kjo e Durrësit, është?
Kjo ka një, kjo s'është se të gjitha këto i pagoi ai thoya Vanjushi. Po të gjithë këta, Pagoj pak, po- si tha Sokoli, më falë që të ndërpreva, po jetojnë në gjendje të lirë, do me thënë, për këta të majtët vlen prezumimi pafajësisë. Edhe ky që vodhi votat i Rogozhinës, që vajti në Burg, që u bën zgjedhjet për që pjesësi t'i vithë ky mos fitonte PD-ja, ndë një 2 vjet për jashtë sa u gjykua, u zvarit gjykimi, dhe më në fundet dënuar 1 vit. Kryetarin e Bashkisë së Marrës, Fred Belerin, erdhën e rëmbye natën vetëm që mos shkonte në zyrë. Do me thënë, po të kuptosh si funksionon drejtësia me regji. Pas diskutohet. Benet Becit, po ja 300 çështje nuk u paraqit njëri tjetri që mos të dënohet deri sa të kandidojë dhe një tjetër. Jo, do t'i jepet dhe po gjykohet me ligjin e vjetër për shpërdorim dhe tyre, jo me ligjin e ri. Nuk ka rëndësia jo do dënohet, do dali jashtë edhe gjyqi sa do ta zgjasi 2 vjet nuk e zgjat dot. Po e zgjati 2 vjet do futet në zgjedhjet e 2027-s, do vjedhë edhe një herë mandatin e Shkodrës. Po nuk Kjo është drejtësia me regji. I përdor, i shtrydh edhe Vangjel Tavon. Ja vodhi zgjedhjet në Gjirokastër Vangjel Tavos. Vangjel Tavo vajti e çoi në SPAK, tha Edi Rama është hajdut. U gjendën një natën dhe tha bëra gabim, tha që thash është hajdut, se është hajdut me dorë të lehtë, vajti dha i marrën. Kjo është logjika. Vërtet Beleri bëri burg, po edhe kryetari i bashkisë bëri burg. Kush kryetari i bashkisë? Tjetri. Kryetari i bashkisë vodhi ndihmoi Olta Xhaçkën të vithë 11 metra katror o zotri. Fred Beleri s'ka marrë 1 centimetër katror. Vazhdon hetimi dhe për nuk mbyllet ai. Olta Xhaçkën u mbyll ai. Është mbyllur. U mbyllur, u dënua Gjergj Goro përdor limon i shtrydhur për Olta Xhaçkën. Jo për atë, po ajo ka histori të tjera. Histori të tjera mirë, po 11 metra. Okoli, kush është rasti më i bushëm? Kush rasti më i bushëm përveç Velis që është në Tiranë, që është në Bukë, kush rasti më i bushëm ato bashkitë që janë në hetim tani? Digjet ma thuash? Ose mirë akuza që rëndon më shumë, cilë është akuza më e bushme? Jo, këta i kanë akuzat e vogla, të gjithë shpërdorim dhe tyre i kanë. Përveç Velijajt, të gjithë të... Pra ndaj nuk janë në burg, pra me që më the pse vetëm Velijaj, ndoshta për këtë. Po pse shpërdorim dhe tyre nuk është burg? Është burg? Pse këtë të Rogozhinës ti e fut, se ky e ka për zgjedhje. Edhe me këtë Majlidha Bufin, të njëjtën aty. Se u fut ky Rogozhinës? Vajt, dorzuaj. Doli nga zyra. U dorzua vet ai. Po, ku shkonte? Ai kishte ikur sa? Jo, ishte në detyrë. 2 vjet në zyrë ai, ndërkohë që toja ishte në zyrë bënte kryetari i bashkisë. Po pse nuk shkuptin vajt u dorzua, se unë se nuk e kuptova mirë atë. Doli dhe shkoi u dorzua, se do shpallej në kërkim, po nuk u dënua. Mori vendim i formë të prerë, duhet bëj burg. Po dalë një sekond, i iku ai që dorzua, kishte ikur? Jo, më ishte në zyrë. Po për çfarë thonë dorzua? Para se t'jebe vendimi, mund t'ikte. Ky shkoj para vendimit o mbrapa? Jo, mbrapa vendimit, normale. U dha vendimi, po 5 minuta masi u dha vendimi. Po nuk ishte në sallë? Jo, nuk ishte në sallë. Nuk vajti në sallë? Jo, nuk vajti në sallë. Ishte me avokat. Edhe u dorzua në burg. Por, nuk mund t'jetë kështu. E sa u dënua ky? 1 vit. Ishte, edhe 1 vit. Për shpërdorim të tyre dhe ky? Jo, për korupcion në zgjedhje. Korupcion zgjedhor, po. Ky Rogozhinës? Po. Edhe Majlinda Bufi me të njëjtën vepër. Ç'është Majlinda Bufi? Kryetare e Bashkisë Roskovecit. Kjo është me 1 vit detyrim paraqitje. Ai që ishte mashkull u dënua me 1 vit burg. Koli, ja 1 sekond marrin, koli. Tani në logjik nuk mund. Pra ti thua janë të gjithë njësoj këta 16. Gjithë njësoj. Pse më the janë 21, se janë 5 se ti janë 21 të tjerat janë shpërdorim detyre, Has, Bulqiz, Shkodër, Lezhë, Kap, të gjithë janë për ndonjë vepër për ta me Maliaj, Kavaja vazhdon hetimi. Janë kështu për gjëra të vogla. Janë për të ndryshme, po të cilën ti e humb mandatin tënd si kryetar bashkie. E humb që s'e dënohesh me formë të prerë, pra. Po me forma e prerë sa jepet e para, po hyre në gjykim, po vajte në gjykim, forma e prerë jepet brenda 3-4 muajve, kështu që. Je i sigurt për këtë? Po dalë 1 sekondë për tani. Po s'ka haqësh. Ora janë vitin tjetër zgjedhje 2027, zgjedhje lokale. Po. Ka puna pili këto. Edi Rama në plan do ta treqi, do ta shtyr. Herë, sekond, i futet drama këta morlla në burg këta i prasë thua denoncon e drama këta në SPAK valla. Jo, ai ka zgjedhur e drama këta morlla para 3 vjetësh. Shiko, në SPAK i denoncojnë, po edhe SPAK-u nuk ka lidhje se mos bëjmë në SPAK-u është i ndar gjys për gjys. Po dieta ajo më. Gjysmën e kanë amerikanët, gjysmën e ka zoti Rama. Ndikimin, kuptohet, jo si njerëz. Tani ata që kanë Amerikanët nuk merren me këta kryetarët e bashkive. Po si e lejon pra? Ata merren me krimin e organizuar dhe... Ore, zoti Rama që i thoni juve, zoti Rama, si e lejon atëre me që kontrollon gjithë në SPAK-ut që këta të merren dhe të merren për këmbë kështu ti marrin njerëzit? Po si i lejon? Po se i ka ferë në përkëmbë. Çdo ditë Arian dhe këta çon më pak të rëndësishmit. Pra ti thua duhen sa kokaturku. Po pse kryetarët e bashkive pra?
Po se i ngeci në përkëmbja si Baftjari që nisëm në fillim. Baftjari, masi ishte 12 vjetë kryetar bashkie, nuk ishte qa bënte. Se këta janë dhe çuditshëm. Masi marrojnë 12 vjetë kryetar bashkie, nuk rinë rahat dikund. Po tani Okoli një fjalë goja është kjo, burr. Po themë kush jeti koka më e madhe e kombit që patjetër. Se kush jeti. Atëre, shiko. Do të them dy gjëra. Ishte kompa tani. Të gjithë ish kryetar bashkive. Mos i punë. Jo, po këta kërkojnë deputet. Je pra, Baftjari ku vajti? Jo, u bë deputet. Baftjari filloi te bankës. Jo, u bë një deputet Baftjari se nuk ikte. Po ashtu mirë. Baftjari, ky Beratit, ai tjetri, ky këta duan masi ikin nga kryetar bashkie. Po ç'të bëjnë më Okoli, po shmërzitje e madhe jeta më kur ti thua të rinë shpikot? Po pse më këta janë njerëzit që do çlirojnë Shqipërinë dhe do japin? Këta me se nuk janë më të aftët, më të shkaftit. Jo, këta janë më që mos më të shkaftit pra. Po bravo i qoftë. Pra, jo se të tjerë, fal, jo se s'ka të tjerë, këtë janë duke të thënë, pra, mundohet të më kuptosh. Jo se nuk ka të tjerë të doni të ishin si këta. Problemi është që kjo garë është. Te kam thënë pra, është si punë e spermatozoidëve, Okoli dëgjoj. A nisën 1 milion, më fal. A nisën mbi 1 milion spermatozoid dhe i turen vezës, vlla. Prit sekond. Se këtë e them gjithmonë, po do ta them sepse është shumë e rëndësishme. Po. Se njerëzit harrojnë nganjëherë, njerëzit harrojnë dhe bëjnë këtë pyetje që bën ti. Po pse mo, këta janë vetëm? Po jo, pra nuk janë këta. Puna është që këta kapin vezën. Janë 1 milion mërkoll, si ka mundësi që vetëm një vezë, mërkoll. Vetëm një spermatozoid futet brenda në vezë. Ma thua dot, 2 në qoftë se janë binjak. A ma shpjegon dot, vlla? Ta shpjegoj, vlla. Tani nuk barazdojnë punët e Perëndis me Edi Ramën, se e rritë shumë historitë. Kjo puna e spermatozoidës është punë e Perëndis. Do të them gara. Nuk është gara. Si në kontekst biologjik. Jo, në kontekstin biologjik është gara. Mos e u në nivel. Mos e u në nivel ja ta them. Marin, si në kontekstin biologjik, dakor? Garë është gjithçka. Kur them garë në çdo nivel, e kam thënë, si punë e fshesaxhinëve. Në kontekstin fshesaxhinët vlla, e bashkisë, ke parë të këtyre kompanive private, e di çfarë lufte dhe çfarë brylash ka atje për të kapur kush do bëhet brigadieri. Jo, ka një problem. Marin, po pse nuk e kapi këtë gjë më? Jo, e kapi me. Tani çfarë ka Baftjar Zeqo vlla? Fali sekond. Që është ndihet akoma i ri. Kot mora shembull Baftjari mund të thotë. Baftjari të punoi, morëm shembull Baftjari. Po Koli thot, pse ç'a janë këta thot Koli? Pse ç'a janë këta? Ata janë vetëm. Jo, janë me mira si këta. Puna është që këta janë më të shkaftit. Kjo luftë midis Ta kapin vezën pra. Nuk godasin vezën. Kjo është luftë midis maskarënj, nuk është garë. E kapin, po problemi. Bijem dakord me këtë? Tani bijem dakord. Vazhdo. Tani ka një gjë. Rama për t'i larguar, se e bezdisin më, masi ti ke qenë 12 vjet, ai nuk do më nga këta. Bravo. I jepi gjohë dhe i largon. Kur nuk largohesh me, ka një mënyrë vjen një njeri që të çoni letër në post. Prandaj pra pyetja ime është, është Ramsi mbrapa një ngacmon këta me snak pra. Por nuk mund absolutisht që konjunktura e tij është. Po çfarë interesi ka valla? Po se e bezdisin më mas 12 vjet kryetar bashkie do dhe 12 vjet në parlament. Tani ai në parlament nuk do nga këta. Ai do arktim. Tani njeriu shkon ka gjatë. Kur shkon ka gjatë në pushtet do arktim. Do Zeqinen, do dikën tjetër. Nuk do mizat të veshin. Po nuk do nga këta se këta janë mjeshtra. S'ka faj shkreti më vërë. Tani këta e bezdisin, e kupton? Që na Ramsi shkreti, që na pëllet. Pa që isha i me këta më vlajme. Ka meren të gjithi, e ke parë si... Jep edhe turmës mishtaj, sigurisht. Po qatë të bëjë shkreti, ma ka sy të gjithë nga i më bure, kupton të që po nuk të pa i me sy ti nuk ekziston më vla. Shiko, se unë ndrova... Ishte më bure. Mose, do të them një gjë. Ndrova tem për të statur se do t'i vi radha dhe Tavus po e kaloj këtë. Besoj s'pak do shkoj kjo. Gjithë shkryetarët e Bashkisë së Marrës e kanë nga i punë me ligjin, në mënyra ndryshe, të gjithë kanë vajtë në burg. Ajo toka ti kushton shumë, por se është deti. Normale është toka më e shtrenjtë në Shqipëri, nuk është si, prandaj Bashkia Çorovod nuk ka vajtë ndonjëherë për hetime. Se është 1 cent bën 1 metër katror. Kur? Kur më, po kush, për çfarë? Po pse më për Rogozhina që vete çka ka tani Rogozhina? Po Rogozhina e kapi më me atë. Po Rogozhina ka detin më të mirë më. Rogozhina? Po është larg nga deti Rogozhina ose. Po e ka Bashkia më lejet i jep, lejet vonë, ka gjithë spillenë dhe atë më. Se Rogozhina i ka po Rogozhina më gjithë spilles, edhe atë plazhin e bukë. Si ka kavaja këto? Bashtovën. Po çka vaja ka valla? Gjysmën e ka Rogozhina, gjysmën kavaja. Ora është bashki e rëndësishme Rogozhina se ty të duken kështu. Po këtë Erioni dhe e Kolonjë. Po atë për çfarë? Ai çka ka? Ka deta aty në Kolonjë. Jo, ai s'ka det. Ai çka ka? Po atë pse e mor? Ai ka ujësjellsa. Po ujësjellsa kanë të gjithë pra. Po të gjithë gjysma e këtyre në burg për ujësjellsa. Është vend i çuditshëm. Është vend i çuditshëm ku ka 80 firma
që shesin ujë dhe premtimi i shqiptarëve edhe në 2200 do keni 24 orë ujë. Tani do të them se pjesë e Ne kanë gjithë investigimit jetën që lajen vetëm një herë në javë, se s'ka ujë. s'ka ujë më. Si i tha i Dhe Marini i thot mos ja jep privatëve ta bëjnë këtë punë. Vetëm privatëve jam morë burr. Mbloth në Imar, Jepën privat. Tani, mbloth në shiko, Imar para ca ditësh ministri i bujqësisë, kryetari i bashkisë, ca deputet të tjerë, e flisnin për bujqësinë në Imar. Në 22 fshatra në Imar, në 18 nuk ka ujë fare. Në 18 fshatra, po të shkosh nuk ka ujë në Qezëm. Këta flisnin për bujqësinë, për vizionin e Edi Ramës në Europë për një bujqësi të zhvilluar, në Imar s'ka ujë fare. Shish më thonë, janë 200 Marin deri në 500 milion spermatozoid që vrapojnë për të kapur një vezë. Jo 1 milion, se unë e ula shumë. Kurse këta janë 500 maskarejnë rilindas që duan të kapi një post. 500? 500 janë një qetë e vogël janë. Po luaj pak, jo, nuk janë qetë e vogël. Qetë e vogël, 500 veta një qetë. Qetë e vogël i kishte përballuar. Mbaroj emision. Ai s'po di. Jemi në minutën e fundit. Tani mund të jemi në minutën e fundit, po. Jo, një sekond. Jo, më lejo si mua. Me lejo. Jo. Të vemi jo të furnizohemi, se mbaroj karburanti. Po, Vetëm një okej. sekond. E jemi në sekondat e fundit. Këtë javë, do më thënë, unë jam marrë me një tjetër lloj hetimi, duke qenë se vazhdon të jetë një problem. Por çdo kesh nesër, më thuaj çdo kesh nesër në KÇK. Jo nesër, për shtembull, të shtunën. Të shtunën. Çka ke të Historia e call centerave në Shqipëri. Është një mjeshtër italian, i dënuar me 9 vjet burg. Ky që Jo, ky që një te kulla, ky te kulla. Ti mbledh të gjithë këta të kullave, këta të call centerave. Ky quhet Luka Falsone, është i dënuar me 9 vjet. Vazhdon në Shqipëri. Po, pse tiki? Jo. Njeri se kap. Po mas më tregoj historinë aq sa të mundesh tani se ti do të tregosh emisionin Mashtrimin e bërin në Shqipëri me të gjitha. Si quhet Luka kush? Luka Falsone. Të gjithë kështu i kanë. Se i kam qef të italianët, edhe kur bëjnë kështu mashtrime më valla, të vetmi që më pëlqejnë kur mashtrojnë më Marin, si ka mundsi? Këta kanë emra gjithmonë. Më gëzojnë shumë. Kanë specialista, problemi është që këta tanët kanë ikur para. Po, edhe një herë, mua më pëlqen Ne mënyra nga si italianët i kemi mësu mashtrimet? Po, mënyra si mashtrojnë italianët është shumë ka poezi, ka romantik. Është romantik kur mashtrojnë. E kanë. Pra të mashtrojnë, po ty nuk të vjen keq. Pra në një mënyrë do dhe vetë të mashtrohesh kur janë italianë. Si e mashtruar siç mashtrojnë këta të Sokolit, se kur mashtrojnë këta nuk të vjen keq, qanë. Jenë vete? Po. Ç'është ky Luka më burr, Luka? Vodhi disa milionë euro. Kur më kur? Nga Shqipëria, po jo shqiptarse. Po të vinte shqiptar doja kriptin kokën. Po vodhi tuaj, po nga Shqipëria. Po cilët të huaj, vodhi s'dim gjë. Po italian, francez. Vetë. Çat kapte domun. Çat kapësh është dhe Luka. Tani spaku e kapi dhe e dënojnë në 9 vjet burg. E tha që për krime Po kur e ka kapur, se po na tregon tani tipët. Jo, e kapi, nuk e arrestoi, se në Shqipëri nuk të arreston, sa të kesh i policit korruptuar nuk të arreston njeri. E di pra, kjo është histori tani, kjo e Lukës është. Tani më është dënuar 9 vjet. Jo, fjanën, kur ka ndodhur, kur ka ndodhur? Vjedhjet ka ndodhur 2019-2020, u bë një zhurmë e madhe në 2023, u dënu me 9 vjet burg, firmat e tij u bllokuan, ndërkohë që firmat vazhdojnë xhirojnë para, edhe pse me urdhër të spaku duhet ishin shtrirë. Po ishte Forex ky, Forex? Po Forex, gjithashtu janë mjeshtra. Tani Luka, shqetësimi është, po si vazhdojnë, ka dhënë urdhër spaku 3 firmat e tij të ky mbarojësi etnitet tregtar. Por të zhduket fare dhe firma. Jo më firma ekziston, bankat vazhdojnë, tatimet e lënë, gjithë e lënë që ky t'i xhiroj këto para. Po darë më një sekondë, Luka vetë është në burg. Që burg më është duke me nej gocë, me nej venezueliane duke bë xhiro në për Tiranë. Pa u dënua më zotëri. Po u dënua, po nuk arrestohet më. Po si, po fshihet është fshehur. Po është në kërkim, po kush ta kapi më. Po pse kë ka mik Luka? Kush e mbron Lukën? Unë jam te fillimi i hetimit, nuk e di. Dakor. Po do ta vazhdosh? Do ta gjej se kush e mbron Lukën. Sa vjeç është Luka? Sa vjeç është? Po Luka duhet të jetë 50 vjeç. Po duket që është mjeshtër në mënyrën e vet. E njeh si fshir ti? Po foto të gënjejnë, se janë foto pasaporte. Nuk fotot e pasaportes gjithmonë të gënjejnë. Dhe ky ka vite që jeton në Shqipëri apo vetë vjen? Jo, ky ka vite që vjedh në Shqipëri. Ora, ku jeton, ku e ka rezidencën? Po tani absolutisht se po të shkojnë në Itali të kapin për 30 sekonda. Në Shqipëri jeton, nuk vjen polici, kur je në kërkim, ul kokën polici, thot më fal që të pash. Marin, nuk kënaqja shumë. Kjo është historia. E vazhdoni këtë punë, pranderit, nuk kalon. Ja ta shoh, ta shoh. Inshallah nuk kalon. Mos e harroni Sokol Brekun, zonja zotrinj, në orën të shtunën në orën 8 darkës në MSN TV, keni historinë e Lukës, italianit Luka me call centera, një histori që ta shoh. E mjeshtrit Luka si kanë emrin? Falsone.
Falcone. Po kështu Falcone. Qarë perle, më qarë perle. Romani, do shihemi prapë? Pa diskutim, shpresoj të shihemi për një gjë të mirë në Imar dhe jo për një vjedhje në radhës. Falenderoj shumë. Sokol. Dhe vjedhja, si thota i mjeshtri, Është e lezetshme. shoku joni ngushtë. Ja, Thot, e kemi tani. E kemi e ishte tani. i ombël shumë. Gjithsesi ne presim tetorin, po nuk e dim të kujt viti që zoti Tavo të jap certifikatat e Imarës dhe të e pronave në Imar. Do të ftoj për këtë punë certifikatës, dhe kjo është një mashtrim e madh shumë. Po ju lëmë Samsoni dhe pastaj me La Vida con Dios.